intervistën dhe të ftuarin për këtë mëngjes. Në skenën e Sanremos nuk u prezentuan vetëm një performancë artistike, por edhe një copës e shpirtit shqiptar me vallen tradicionale. Azgan Haklaj dhe Bia Adela sollën para publikut ndërkombëtar kulturën, traditën dhe krenarinë e tropojës, duke përcjell një mesazh të fortë për ruajtjen e identitetit kombëtar. Për të folur më shumë rreth kësaj eksperience të veçantë, kemi kënaqësinë që sot të flasim me Azgan Haklaj nëpërmjet Zoomit. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që pranuat ftesën kështu drejt për drejt të jemi së bashku. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Dhe faleminderit edhe një herë juve. Dhe përshëndes të gjithë shikuesit dhe dëgjuesit të televizionit të Uta Ulqin. Faleminderit. Kishit një performancë ju edhe bija juaj shumë të bukur ku përfaqësuat trevat shqiptare me një valle të tropojës ashtu të bukur si që dini ju ta vallëzoni. Por si u ndjet kur dolët në skenën e Sanremos? Vërtet ishte një ngjarje shumë e madhe, një ngjarje për timin e Bi, Adelën, e cila studion në Nicë të Francës për aktrim, regji dhe kërcim. Ishte pa diskutim diçka prallore për ne të dy që së bashku për herë të parë performonim në skenë dhe pikërisht në skenën e Sanremos mes 18 shtetëve. Ishte një ngjarje jashtëzakonshme, sapo dolëm në skenë dhe u prezantuam, sigurisht që publiku italian thërriste Albania. Pastaj ne u përpoqëm që dham maksimumin ton për të interpretuar me mjeshtri lartë artistike kërcimin e tropojës, si tashmë është pjesë e UNESCO-s, pa pjesë e trashëgimisë kulturore botërore. Sa përgjegjësi ndjet mbi supe duke sjell vallën dhe shpirtin e tropojës në një skenë ndërkombëtare? Sigurisht unë nuk është hera parë që jam në një skenë ndërkombëtare apo kombëtare, sepse mund të them si prej 35 vitësh kërcej, ka marrë pjesë në disa festivale folklorike kombëtare, si ai Beratit 1995, 2015 në festivalin folklorik Gjirokastërës, ka marrë pjesë në festivalin e dancit botëror në vitin 2002 kur isha dhe deputet i Kuvendit të Shqipërisë, së bashku me ansamblin Dardania Tropojës mes 40 shteteve dhe jemi nderuar sigurisht me çmimin më të mirë, domethënë çmimin e parë. Kemi marrë pjesë pastaj në festivalin Sheshi Ballkanik në Selanik në vitin 2003 mes 16 shtetësh dhe këtu jemi nderuar si më të mirë. Pra nuk është hera parë, por kishte një të veçantë për shkakun se emri i madh që ka Sanremo, pra si festival dhe numri i madh i pjesëmarrësve ishin rreth 18 shtete, më duket për arsye teknike njëri nuk arriti të performonte, por ishin 18 shtete pjesëmarrëse dhe vërtet mes këtyre pjesëmarrësve ndjem një përgjegjësi të madhe sepse nuk përfaqësonim thjesht tropojën, Malqinë e Gjakovës, Rafshin Dukagjinit, por krejt kombin shqiptar, duke patur parasysh se unë jam dhe drejtuesi i Unionit Artistik të Kombit Shqiptar, i cili ka organizuar veprimtari artistike më shumë se 2 dekada, siç është Sofra Dardana në Tropoj për 24 vite me radhë, festivali Kënga e Vallës Çamën në Sarand dhe Nykom një histori në Tiranë, Nykom një qendrim, Nykom një histori në Vlorë, Nykom një kulturë në Ferizajt Kosovës, është bashkëpunëtor me shumë aktivitete të tjera, shoqata të tjera që organizojnë aktivitete madhështore. Kemi patur aktivitet dhe në Maltëzi, e sigurisht kushtuar Nën Terezës, kushtuar herojt e viteve 910-11 dhe Gjën Lulit, pra kërngritjes së Deçiçit, dhe në Ulqin kemi patur aktivitete. Kështu që Unioni Artistik i Kombit Shqiptar është parlamenti shpirtëror i kombit, e natyrisht unë ndjeva një përgjegjësi shumë madhe që tani me vajzën time të përfaqësonim jo vetëm Tropojën dhe theksoj edhe herë, por edhe krejt Unionin Artistik të Kombit Shqiptar dhe për të dhënë mesazhin e fortë që jemi një komb e një histori dhe u përpoqëm dhe ja arritëm që të japim maksimumin. Sigurisht që kishte numra të tjerë shumë karakteristik, shumë të veçantë, po ishte ai që mberi përshtypje, ishte një numër shumë i veçantë, një vajzë 14 vjeçare nga Ukraina, të cilës i kishin vrarë prindrit dhe kishin mbetur jetime. Atë kishin birsuar një familje italiane dhe vajza këndoi një këngë të veçantë, të dhimbshme, por e interpretoi me mjeshtri të rrallë, sepse ja kushtonte prindërve
Ukrainës, luftës, dhe me njëherë pati një solidaritet të publikut, por dhe të gjithë artistëve nga gjithë shtetet që ndodheshin në Sanremo. Shumë emocionuese kjo, por edhe bukur në të njëjtën kohë. Më tregoni sa ndjeheni krenar dhe ju që po mundoheni që këtë mision të ruajtjes së traditave, kulturës dhe vallëve shqiptare jeni duke ja përcjell edhe bijës suaj Adel. Po sigurisht dhe Adele unë ndje mjaft e mrekulluar dhe në një farforme unë i dëzova stafetën asaj si kërcimtare, besoj e shpresoj që do ta vazhdoj, megjithëse thashë ai studion edhe për aktrim edhe për teatr, aktrim dhe regji, të shohim pastaj se rrugë do të marr. Misioni unë do të vazhdoj për promovimin e kulturës tradicionale shqiptare nga të gjitha trojet etnike, që nga Malizi, Kosova, Maqedonia e Veriut, Çamria, Presheva, sepse ne kemi bërë dhe një festival në vitin 2011 në Preshevë, Kënga dhe Vallja Shqipe na bashkon. Ka patur një reagim të fortë Ministria e Jashtme e Rusisë kundër meje personalisht, me në rezolutë në proteste kundër meje për shkak të fjalës time artistike mbajtur në Preshevë, por ne nuk kemi të ndalur, ne do të vazhdojmë. Thash pak më sipër që përveç sofrës Dardane, e festivalit Çam, tani kemi një mision tjetër me datën 2 shtator dhe 3 shtator në bashkëpunim me Bashkinë e Lezhës dhe të Kamzës. Ne do organizojmë një festival të parën eposi pikpjekja e kreshnikëve dhe rriteve në Lezhë dhe në Kamës, pra me 2 dhe 3 shtator të këtij viti, dhe për t'i hap rrugë pastaj dhe një dosje për ta përcjell eposin e kreshnikëve si pjesë të trashëgimisë kulturore botërore. Kombet tjera i kanë prej kohësh eposit e tyre pjesë të trashëgimisë kulturore, kurse ne ende nuk kemi eposin e kreshnikëve. Sigurisht që tani kemi xhubletën, pra 4000 vjet, 4000 vjeçare, që është një domethënie shumë e madhe, sepse kur të tjerët kacavilleshin pemëve, ne visheshim me xhublet. Kemi Cimin e Tropojës, kemi Lahutën, për cilën Unioni Artistik i Kombit Shqiptar ka një kontribut jashtëzakonshëm pasi patëm pranimin e guslës si pjesë trashëgimisë kulturore të Serbisë, dhe këmbgulja jonë ishte që të vazhdonte përpjekjet sepse Lahuta është përpara guslës. Pra ne kërkojmë që pranë dioskurëve të Greqisë, Nibelungëve të Gjermanisë, këngëve të Rolandit të Francës, të Sidit të Spanjës, të jenë dhe kreshnikët e Judbinës. Pra, sepse aty është identiteti shqiptar, është thënë kështu në mënyrë metaforike tharmi i kalimit nga identiteti Dardano-Ilir në atë armënor. E besoj se do t'ja dalim, pastaj do të bëjmë një dosje, kemi organizuar një grup të madh studiushës të fushave të ndryshme, e besoj që pas këtyre festivaleve të nisë dhe pastaj dosja, sepse ka patur disa deklarime edhe të Ministrisë Kulturës së Shqipërisë që herë çuam, herë dërguam, herë dërguam, pastaj dërguam së bashku me Kosovën, por për shkak se Kosova nuk është pjesë e UNESCO-s, u bën nul propozimi jonë, por në fakt në rezulton që nuk ka patur asnjë përpjekje për ta çuar në UNESCO të perlë, të thoja unë, eposin e kreshnikëve. Sigurisht dua të falenderoj këtu edhe shoqatën Çamria, që po bën një përpjekje maksimale për ta dërguar në UNESCO, dhe kthimi i Osman Takës, i cili është vazhduese, ky kthim është vazhduesi i kthimit Pirrik, që quhet ndryshe, pra sepse ka pasur një përpjekje për ta marrë Greqia për ta quajtur Çamiko. Duhet të thënë fakti që Aleksandri i Madh, Piroja e Pirit, Gjergj Kastrioti Skënderbeu para se të hynë në luftë, kërcenin për të hequr emocionin. Kështu që edhe kthimi Pirrik, domethënë Vallja Osman Takës, besoj se shpejti do të jetë pjesë e UNESCO-s, dhe ne këtu do të japim edhe konsulencën tonë, mbështetjen tonë për të gjithë ata që kanë nevojë për mbështetjen tonë me qëllim që ne të ruajmë identitetin tonë të paprekshëm. Sepse e gjejmë vend të Më tregoni sa më keni treguar që nuk është hera parë që delni në skenë dhe keni disa vita që merreni me vallëzim dhe me promovimin e kulturës së bukur të vallëzimit shqiptar. Por më tregoni, a është kjo një mënyrë për të
ti treguar botës historinë tonë të bukur shqiptare është kërcimi? Sigurisht që ne kemi një platformë, një platformë bëjmë art politik e politik artistike, art diplomatik e diplomacia artistike, sepse mesazhet që jep arti, vështirë se jep politika, vështirë se jep diplomacia, unë përveç se kësaj platforme që thash për ju dhe si producent të spektakleve, festivaleve dhe koncerteve tematiko-patriotike, unë kam shkruar edhe 14 libra, që janë libra publicistik të çështjes kombëtare dhe të gjithë vëmendarinë tonë dhe vëmendarinë larmishme në të gjitha autoritetet etnike të kombit shqiptar është pasqyruar dhe me shkrim në mënyrë krejt shkencore, kështu që pra çdo gjë që është bërë është edhe shkruar. Kështu që besoj që do ja arrijmë qëllimit. Unë shoqërohem rastin të përshëndes dhe presidencën e Republikës që na ka nderuar mua personalisht me çmimin e jashtëm madh, Unionin Artistik të Kombit Shqiptar me titullin kalor si urit të Skënderbeut dhe të qarkun e Kukësit dhe kemi 10 mirënjohje nga të gjitha komunitetet ku kemi organizuar vëmendari artistike. Kjo është një vlerësim inkurajimi për ne që të vazhdojmë dhe në të ardhmen, është dhe një thirrje për institucionet shqiptare në kudo që jetojnë shqiptarët për të mbështetur aktivitetin artistik. Ne aktivitetin e fundit të Sofra Dardane e organizuam në një mënyrë krejt tjetër, dhe më thënë një kom, një histori, jam Dardan, jam UÇK dhe liri për shkrimtar. Sepse natyrisht që nuk do të kishte Sofër Dardane, nëse nuk do të kishte Dardani të lirë. Nuk do të kishte Sofër Dardane, nëse do të kishte UÇK, si dalë zotëse e kombit, dhe tani disa nga udhëheqësit e UÇK-s ndodhen në Hag. Dhe në Malqinë e Gjakovës, pikërisht aty ku bashkohet Drini me Valbonën, aty ku Ajkuna ka vajtuar Omerin, ne shtruam Sofrën Dardane, që kishte një meny të qartë vetëm nacionalizëm dhe shqiptarizëm. Me vjen shumë mirë që pati një pjesëmarrje masive të artistëve nga gjitha trojet etnike shqiptare, por në pati një pjesëmarrje të madhe qytetare, jo vetëm nga Malqia e Gjakovës, por edhe nga Rafshit Dukagjenit, që ishte edhe një tip referendumi qytetar artistik për mbështetjen e kauzës së drejtë të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, e cila mlodhi gjithë djemtë e vajzat, burrat e gratë nga gjitha trojet shqiptare për t'i dalë zot atë dheut. Dhe ai ishte një tip edhe mesazh i qartë dhe një mbështetje për të gjitha ata që kanë nderdhur gjakun e kanë dhënë gjën më të shtrejtë jetën për lirinë e Dardanisë antike. Dhe unë ndjem mirë që në bashkët të gjithën tash shumë grupe artistike, folklorike nga Gjerë në Preshevë. Me këto valle që ju keni performuar edhe deri në skenën e Sanremos, do të kemi mundësi që t'ju shohim në një skenë të bukur këtu në Ulqin së shpejti? Po sigurisht ne kemi një projekt ka hershëm, ka moshëm, sepse kemi bashkëpunim të frytshëm me Këshillin Kombëtar të Shqiptarëve të Malit Zi, por edhe me komunën e Ulqinit, me kryetarin Iman Begu, me komunën e Tuzit dhe me përfaqësuesit e qeverisë, me përfaqësuesit shqiptar në qeverinë e Malit Zi, ne kemi bërë një kontribut jashtëzakonshëm të kthehemi edhe herë në kohë në vitin 2006 në spektaklin e madh tematiko-patriotik, një kom, një qëndrim, atëherë kur kërkohej shkputja e Malit Zi nga Serbia, ne bëmë një aktivitet shumë të madh në sheshin Skënderbej, ku ishin mbi 200.000 shqiptar dhe thirrja ishte një zjarre për ndaj shqiptarëve, të cilët votuan dhe i dhanë knockdownin e fundit Slobodan Miloševićit, pra shkputjen përfundimtare të Serbisë të Malit Zi nga Serbia. Thash, ne kemi patur shumë aktivitete në Tuzë, kushtuar Nën Terezës, kushtuar Det Gjënlulit, sepse Det Gjënluli është një nga figurat më të rëndësishme të kombit shqiptar, pas 500 vjetësh me 6 prill në Bratil të Deçiçit Malit Zi, Det Gjënluli ngriti flamurin shqiptar dhe me të drejtë vargjet lapitare të popullit e pasqyrojnë më së miri kontributin e Det Gjënlulit. Det Gjënluli, kurja e dytë, vlora e parë, Det Gjënluli flamurtar. Sigurisht në Ulqin kemi miq shumë të mirë, kemi këngëtarin e madh, Shaban Xhekën, i cili ka qenë në disa aktivitete edhe në Sarandë dhe në Tropoj. Shpresojmë e besojmë që të bëjmë një diçka të bukur në Ulqin, që të mbetet gjatë memorien e qytetarëve të Ulqinit dhe shqiptarëve të Malit Zi. Ju mirëpresim.
Ju mirëpresim patjetër dhe ju urojmë shumë suksese në hapat tuaj në vazhdim, kështu si që ka qenë kjo fundit në Sanremo, që keni triumfuar ndoshta në një farforme me vallen e Tropojës dhe unë ju falenderoj dhe ju uroj shumë suksese. Shpresojmë që t'ju kemi së shpejti në Ulqen. Shumë faleminderit nga ju dhe nga televizori të Ulqenit dhe i përshëndes edhe një herë të gjithë shikuesit dhe dëgjuesit tuaj dhe faleminderit për mbështetjen që na jepni për të përcjellë mesazhin ton tek të gjithë publiku në Malzi dhe Mëngjer. Faleminderit edhe një herë.